Shkolla nëntëvjeçare Sulhari ka zhvilluar lojrat olimpike për nxënësit e saj. Bazuar në udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe Drejtorisë Arsimore, kjo shkollë ka ndërmarrë nismën të organizojë këtë aktivitet. Futbolli, ciklizmi, vrapimi kanë qenë disa nga disiplinat që nxënësit kanë zgjedhur të garojnë. Përgatitja dhe përkushtimi si nga nxënësit ashtu edhe nga mësuesit e edukimit fizik kanë qenë në maksimum. Kjo nuk ishte hera e parë që kjo shkollë ka ardhur me aktivitete të tilla. Disa herë që zhvillohet në shkollën tonë një aktivitet i tillë, sepse bazuar në udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe të Drejtorive Arsimore në përrethe, ky aktivitet tashmë ka marrë përmasa të çdo viti. Angazhimi i të gjithë nxënësve, siç e shikoni, është maksimal, po ashtu edhe i mësuesve të edukimit fizik dhe gjej rastin edhe t'i falenderoj për përkushtimin, dashurinë, lodhjen, por që këtë ditë e kanë kthyer në një ditë shumë festive, siç e shikoni dhe vetë. Në fakt nuk është hera e parë që ne promovojmë talentet, sepse talentet në shkollën tonë janë pjesë të përditshmes në fusha nga më të ndryshmet. Pjesëmarrës janë vetëm nxënësit e shkollës, duke filluar që nga sulharësit e klasës së parë për të vazhduar deri në klasën e 9 dhe duke garuar në disiplina të ndryshme sportive. Të shoqëruar nga forcat e rendit për të garantuar sigurinë e tyre, fëmijët kanë përshkruar në këmbë një ndër akset rrugore të qytetit, duke mbajtur lart flakën olimpike.